Këngëtarja e njohur Dafina Zeqiri reagoi publikisht pas incidentit të ndodhur në shtëpinë e famshme, ku banori gjesi u bë viktimë një akti dhune. Përmes një postimi në Insta Story, Dafina shpreh mbështetjen për gjestin, duke vlerësuar sinqeritetin dhe energjinë e tij pozitive që sipas saj kanë fituar zemrat e publikut. Kjec përpara e ke tregu veten si je, e gjithë janë dashur këtë gjëra të vërteta. Sot kërkush se ka më rëndësi sa parë ke, sa bukur je, sa famë ke, nëse si i vërtet, i sinqert, i pastër, dikush tjetër ka më shkëlqyer më shumë, dhe ti ke shkëlqyer aq shumë sa s'kan mujt me duru, s'kan mujt me kontrollu inatin, dhe prap ti je aty. Qëndroni fort, shkroi Dafina Zeqiri. Reagimi i saj vjen pas incidentit që ndodhi në spektaklin e fundit, ku banori Jozi, revoltuar nga eliminimi i papritur, goditi me shuplak gjestin, i cili tani është finalist në këtë edicion dhe me shumë gjasa do të triumfojë.